Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhreshëm e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. E falënderojmë Allahun e madhreshëm ashtu siç meriton madhëria e tij të falëndrohet. Sado që na e falënderojmë Allahun e madhreshëm, përsëri falënderimet tona janë të mangët përballë dhuntive dhe mirësive që Allahu i madhreshëm na gëzon me to. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahu Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, me të cilin Allahu i madhreshëm e vulosi vargun e pejgamberisë. E përsërisim këtë shahadet vazhdimisht në mësimet tona për ta ripërtri shahadetin dhe për ta ripërtri imanin. Sepse secili prej nesh ka nevojë me ripërtri shahadetin, dëshmin, imanin e tij, për ta gdhenjë në mendjen e tij, në zemrën e tij dhe për t'ia dëshmuar të gjithë tjerëve se na vazhdojmë me qenë besimtar të sinqert në rrugën e Allahut Dhul Xhelal, adhurues të vërtet të Allahut subhanahu wa taala dhe njerëz që sinqerisht dhe me devotshmërinë më të madhe e ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhreshëm e bekoft Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ngrit lart emrin e tij në dunjë dhe në ahiret. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnikët e sinqert dhe me gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Jemi duke folur për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin Themud. Ishim duke folur për komponentet e forcës që kishte populli Themud dhe përmendëm si manifestim i forcës dhe zhvillimit të tyre, komponentën e parë, gdhendjen e shtëpive, ndërtimin e tyre dhe zhvillimin e bujqësisë. Dhe erdhëm te ajeti kuranor që e dëshmon një fakt të tillë, ku Allahu Dhul Xhelal në surën Ash-Shuara, ajeti 146, 147, 48 dhe 49, thotë tutrekune fima ha huna aminin, a mendoni se do braktiseni në këto vendbanime shumë të mëdhaja dhe shumë të bukura që keni bë, të sigurt, fi jannatin wa uyun, në këto kopshte dhe lumej që me to e keni zbukuru këtë vend ku jetoni ju, wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim, në këto bafqe që i keni të mbushura me të mbjellura të lloj-llojshme dhe me hurma që frytet e tyre janë lehtë të përtypshme, që shumë lehtë përtypen, o të nhituna min al-jibali buyutan farihin, dhe nga gurt gdhen një shtëpia me një formë kualitetit të lartë dhe me një luksos shumë të madh. Na folëm për punën e vendbanimeve të sigurta dhe të fuqishme që i kishte populli Themud, dhe se ata në vendin ku jetonin kishin kriju kushte shumë të mira për jetesë. Ajo që e përmendëm për infrastrukturën e qyteteve të tyre, po këtu përfshi edhe parqet, zonat e gjelbërta, ujë të bollshëm, gjelbrime të mjaftueshme, toka pjellore. Toka bëhet pjellore, çdo tokë bëhet pjellore nëse ka ujë. Edhe sot e kësaj dite, nga dishull arabik, ka shumë zona që janë në shkretira, mirë po në momentin që sillin ujin, ato bëhen toka pjellore. Dhe normalisht populli Themud kishte arritur që të krijon kushte shumë të mira të jetesës së vet. Shifni vëllezër, zakonisht njerëzit që përkujdesen për aspektin material të mirëqenjes, komoditetit, janë njerëz që e lën pas shpine
aspektin e mirëqenjes dhe komoditetit shpirtëror. Tu I lexoj këto ajete kuranore, më dolin përpara shtetet perëndimore të ndryshme. Edhe secili prej neve që ka qenë atje apo I ka pa nga ekranet televizive, e kupton se këtë përshkrim që Allahu I Madhëshëm e ka dhënë për popullin Themud e gjen të ngjashme dhe më mirë në të shumicën e shteteve perëndimore. Infrastrukturë të rregulluar, do të thotë kushte urbane komode, gjelbrime, lumej, kushte me të vërtet fantastike që kanë herë të japin, shpesh herë të japin lehtësi të madhe të jetesës, mirë po kanë herë bëhen shkak që njeriu me dëshiru me koni përhershëm. Se kur jeton kushte të mira, do thotë ti normalisht as nuk e mendon luftën, as nuk e mendon vdekjen. Se lufta ti shkatron këto kushte të mira të jetesës, vdekja të largon prej këtyre kushteve të mira të jetesës. Andaj në shumicën e rasteve, jeta e avansume materiale bëhet arsye shtesë që njerëzit mos më kujdes për shpirtin e tyre edhe për jetën pas vdekjes. Se këtë çka du I kam këtu. Mos më intereson çka ndodh pastaj me mua mas kësaj. Andaj materializimi I skajshëm I kushteve jetësore shpesh herë do të e dëmton atë komoditet, mirëqenie, rahati shpirtërore. Andaj Islami si fe ka ardhur që fillimisht m'ia rregullu besimtarit pjesën e mbrëmshme të tij, shpirtin e vet, zemrën e tij, me iman, me dashni për Zotin, me frikë për tij, me shpresë në mëshirën e tij, me humanizëm, me altruizëm, me bamirësi, me kujdes për tjetrin, me respekt ndaj tjerëve në kuptimin e prindërve, dietarëve, pushtetarëve, të domosdoshmë vjetrive. Këto rregulla Islami ka pru që ti në vetvete të jesh I qetë, jesh I lumtur. Masë normalisht ka kërku prej besimtarit që ai të jetë efektiv. Ato kapacitetet që ka dhënë Allahu, mendjen që ka dhënë, trupin që ka dhënë, dijen që ka dhënë, fen që ka dhënë, moralin që ka dhënë, vlerat që ka dhënë, ato krejt shfrytëzoj për me lënë gjurmët e tuaja në jetën e kësaj bote. Edhe nga këto parime edhe piknisje janë nis muslimanët e parë dhe kanë ndërtuar qytetërimin dhe civilizimin islam. Ku ajo materiale dhe zhvillimin në këtë segment nuk e ka dëmtuar shpirtërore. Të ngjuën e arkitekturës edhe qytetërimit e civilizimit I përdorin do terma pjesa sakrale edhe pjesa profane. Ajo shpirtërore dhe ajo domethënë materiale. Ajo e mbrëmshme edhe ajo e dukshme. Edhe andaj qytetërimi islam, siç e shohim na këtu te na në Ballkan, e mos folim për lindjen e mesme, do të thotë nëse ka bëu për shembull një qarshi të bukur në atë kohë, e ka bëu një xhami të bukur. Në mes qarshisë e ka bëu xhamin. Nëse ka bëu një han, aty afër ka bëu edhe një hamam afër xhamisë, që njerëzit më ardhin me pushu, me ula, me u shpërla, edhe normalisht gjithashtu me ardhë në xhami me la me shpërla shpirtin e tij. Edhe kjo e ka bëu madhështore qytetërimin islam. Do të ja ka treguar çdo ditë besimtarit që ka ardhur në qarshi me punu, që ti puno sa të punojsh, ama e nis edhe e bitis, e fillon edhe e mbaron me xhami. Andaj fillon jeta e besimtarit me namazin e sabahut në xhami dhe përfundon dita e besimtarit me namazin e yasis në xhami. Edhe normalisht pastaj vjen pushimi I natës, edhe vjen zgjimi për sabah. Që do thot besimtari kur shkon në qarshi dhe habitet mas punës, mas mallit, mas pareve, mas mushterisë, se na deshtem apo nuk deshtem, dynjaja është mashtruese. Nuk ka njeri që mundet me shpëtu nga mashtrimi I dynjas. Nuk ka njeri që mund me shpëtu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, I tha sahabeve, më të mirë se na,
u tha atyre, la fakra akhsha aleikum. Nuk kam frikë për ju nga varfria. Nuk kam frikë se varfria kam ju dëmtu juve, kam ju bo shërë, kam ju bo dëm. Walakin akhsha an tuftah aleikum ad-dunya, po kam frikë se do ju hapet ju e dunjaja, ashtu si që u hap popujve para jush. Fa tatanafasu fiha kama tanafasu fiha, e ju të garoni mes vete për të grumbulluar nga dhënat e kësaj bote, siç ka ngaruar ata para jush, fa tuhliku kama halaku, e shkatroni si janë shkatruar ata. Andaj, kur shkosh në çarshi, mall, dyqan, pare, mushteri, të merren mend e mashtrohesh mas dunjas, ti rezoni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah është më i madhi. Dyqani, çarshia, malli, parja, kur gjës janë, Allah është më i madhi. Hayya ala s-salah, hajde në namaz. Hayya ala l-falah, janë në shpëtim. Se ajo është mashtrim, ajo është penges, ajo është largim. Hajde këtu, falu, qetësou, stabilizou, rahatou, bëni edhe hesapet mirë në xhami, e mas është këtë malli përsëri. Tamam fillon ti me u mashtru mas dunjas, ti rezoni që njësë, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah është më i madh. Mos u habit miliona pare, dunja, mall, kur gjë s'vlen atë. Allah është më i madh. Kujton Allah më dhon pasuri jep, kujton mos më dhon si jep. Puno sa dush ti, si ta çel Allahu me pak punë fiton shumë. Si ta mshel Allahu punon deri nas fiton kurrë. Janë rregullat e Zotit Dhul dhe janë rregullat që na i shohim vazhdimisht për ditë i shohim jetën e njerëzve. Edhe kjo e ka bërë qytetërimin islam të veçantë, sepse me komoditetin e jetës materiale është ka qenë në epicentër të vëmendjes dhe të kujdesit edhe mirëqenia shpirtërore. Perëndimi nuk e ka një gjë të tillë. Edhe andaj ata që jetojnë kushte të mira materiale e kanë problem mja kujtu vetes vdekjen. Edhe ata bëjnë çmos me deh veten dhe mos mu kthjell. Sepse në momentin që kthjellën e kuptojnë se jeta ka fund. E mas këtij fundit ka ringjallje, e mas ringjalljes ka llogari. E pas llogaris atëherë dikush shpëton e dikush humb. Dhe për këtë arsye do thotë edhe tek populli Themud gjithë ky komoditet realisht ka qenë pengesë tek ta për ta marrë mesazhin e Salihut dhe me u kthi besimit në Allahun subhanahu wa taala. Dhe normalisht ata i kanë kultivu këto mirësi, i kanë shvizu ato bavqe, i kanë mbjell ato domthonë të mbjellur e tyre, po këtu u përmend puna e hurmave dhe ka një shprehje shumë interesante që në atë kohë kur e ka thonë Allahu i Madhëshëm, kur e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanëve si pjesë Kuranit, s'ka qenë shumë e qartë. O nakhlin tal'uha hadhim, dhe hurmat, pemët e të cilës pemë, do frutet e të cilës pemë, frutet e të cilës pemë, shumë let për typen, shumë let dhe thot treten. Kjo ajet kuranor në atë kohë ku këtë janë jetu me hurma, as se kanë menu kuptimin më të thellë edhe më të rëndë. Hadhim, ulemat kanë thonë hadhim e ka kuptimin me hadhum. Hadhum i thuhet me tretë ushqimin. E tash, nëse i kujtohet, ne në Ramazan, para shumë viteve, e kemi të reguar një fakt shkencor, i cili fakt shkencor përputhet me këtë vërtet fetare. Cila është ajo? Se shkencëtarët mjekët thëjnë se prej ushqimeve që i hanë njerëzit, ki karbohidrate, ki vitamina, ki sheqerna, ki kripra, dhe thot, ushqimi që shkrihet tretet mas shpejti janë sheqernat. Edhe për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë agjëruesit që ushqimi më i mirë me cilën e fillon agjëruesi iftarin e tij është hurma, sidomos hurma e njohur. Edhe kur e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, njerëzit nuk kanë mujt me kuptu thellësirat
e kësaj porosie, në aspektin e vlerave ushqyese që ka hurma. Mirë po sot, normalisht me zhvillimin e studimeve shkencore, hulumtimeve shkencore të mjekësisë, vjen edhe kuptohet ata po thënë sot se do thotë prej ushqimeve që janë njeriu, sheqerinat janë ato që mas shpejti tërreten. Edhe ky ajet kuranor vjen edhe e vërteton këtë fakt. Se po Allahu xhelal dhe pemë të hurmave, frytet e të cilave janë shumë shpejt të tërhetshme. Normalisht kur është thonë ky ajet kuranor, s'ka pas laborator, s'ka pas studime shkencore. Mirë po vjen shkenca dhe pastaj sjell konstatime shkencore të cilat përputhen me të vërtetat fetare që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj bën studime edhe mjekët musliman dhe thënë njeriu kur han ushqim, ushqimet derisa të fillojnë të tërheten, e të përcjellin mesazhin tru se ka marrë ushqim të mjaftueshëm, kalon një kohë. Edhe ti përderisa han, nuk e kupton se a ke hangër sa të mjafton apo e ke tepru. Andaj nëse fillon me hurma tretet me njëherë, sheqerna treten me njëherë dhe signali është kontru se vesh ki fillu me marrë ushqim. Edhe ai fillon me ta organizue, do thot luksin tanë edhe me thonë, ti tash e ki fillu me marrë ushqim, ki nevoj për shembull edhe 3/4 e ushqimit me marrë, si 1/4 në ki marrë. Ama kur janë ushqime tjera jashtë ambërcirave, jashtë hurmave, signali shkon vonë, ti veç që ki hangër jo 1/4 e 2/4, por ki hangër 2 herë më shumë, e nëse vjen mesazhi në tru se e pas këtë tepru. Edhe kjo neve na ndodh realisht, për shembull kur na ulmi në sofrë dhe jemi të undt, edhe ham ushqim, sidomos ata që han pak ushqim më shpejt, masi e nalt hangërme, e kalon një 5 minuta që thotë, pas kam tepru. Vetë ai konstaton se e ka tepru, ama me vonesë, veç masi e ka mush luksin e tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon besimtarin, edhe kjo është këshill që kemi nevojë të gjithë na me pas parasysh, megjithëse shumica prej nesh në këtë aspekt gabojmë edhe e ka përcejmë këtë këshill pejgamberike. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, yakfi li ibn Adam luqaymatin yuqimna sulbah. I mjaftojnë njeriut disa kafshata me të cilat e man shpirtin gjallë. Domethënë duhesh me kriju vetës kulturë, momentin që ulesh në sofër me hangër buk, me kurdis mendjen tone, që ke me hangër, do thot 1/4 e ushqimit që të është servu. Ose 1/4 e ushqimit që ki nevoj për te me hangër, ose gjysmën e asaj që ti ki nevoj me hangër. Me kurdis vetën. Edhe kur ulesh me hangër buk, momentin që do e han pjesën e parë, e han pjesën e dytë, mi dhon vetës mjaft. Nale, qo. Alhamdulillah. Edhe kështu duke eduku vetën, fillon edhe lukthi mu zvoglu. Se njëra për problemeve që shkaktojnë obezitet mbi peshë, është ky fakt gjithashtu i vërtetuar shkencarisht se lukthi njeriut tu hangër rritet. Të e mush me ushqimet shumëta, ajo normalisht për shkak të nevojës që ka me zonë ma shumë ushqim, shkon të urit, se vazhdimisht e ki lukthin e mbusht, edhe shkon të urit. Pastaj të hanë ushqim, sa të nxel lukthi, së është mësi a ki nevoj për ato ushqim, as ki nevoj. Në anën tjetër, kur ta organizosh vetë vetën, edhe ta vendoshin në disiplinë, režim që thuhet, që ti për asaj që ki nevoj me hangër e hanë 1/4 ose 2/4, gjysma, edhe e man atë tempo gjatë kohë, fillon lukthi me të zvoglu. Edhe vjen më një situatë ku ti nëse hanë ma shumë se gjysmën e ushqimit zakonshme që ke hangër, vjen tukë, e ki tepru, nuk të hatë ma shumë. Këtë që themi na, tash e kam bo pjesë të intervenimeve për humbje peshë. Ju e dini, besoj këtë keni dëgju, njëra për formave që përdorin në më dhonë, për të humbë peshë është intervenimi kirurgjikal që e zvoglen lukthi, ose intervenimi tjetër që vënë do unaza dhe më dhonë, edhe e zvoglen lukthin dhe më dhonë në përmes unazave.
E kretë kjo filozofi shkencore që sot është bërë, domethënë trend dhe një pjesë e madhe e njerëzve e përdorin si mënyrë më e lehtë dhe më e shpejtë për me humb peshë, edhe pse na këtu kemi Naxhi Mustafan, ai neve na ka dhënë mënyra më të lehta për me humb peshë. Veç thot nisja ec mos sabajt, ai bën 5 kilometra, ai bën 10, 15, 20 kryesore, lëviz, si të lëvizish humb peshë. Ama na themi ajo është vështirë zamet, unë du diçka më të lehtë përdorin operimi, megjithëse normalisht edhe operimi i ka të rreziqet e veta. Po ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yakfi li ibn Adem luqaymatin yuqimna sulbe, i mjaftojnë njeriu disa kafshata që ta marrë shpirtin gjallë, është kjo porosi, domethënë kontrolloje ushqimin që ti e shtin brenda barkut tënd. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka enë më të keqe, nuk ka enë më të keqe se sa barku cilën e mush besimtari me ushqim. Domethënë, sa më shumë që mbush barkun tanë me ushqim, realisht i ban dëm vetvetes. Edhe ju e dini gjithashtu shumë mirë se momentin ku njeriu smuhet, edhe ka do thotë ndihet keq, ka plagështi ose ka dhimbje, njëra për mënyrave që rekomandojnë edhe mjekët është vjellja. Megjithëse shumica për neve vjellën nuk e pëlqejnë sepse i duket një gjë jo vetëm e neveritshme, po edhe e mundimshme. Vjellja është një prej formave më të lehta për të largu atë sëmundje që e ki, atë dhimbje që e ki. Pse? Sepse lukthi kur zbrazet, pushon, rahatohet. Po edhe krejt trupi pastaj pushon edhe rahatohet. Andaj shihni tani pse ushqimet, pse na duhet më kujdes për ushqimet, edhe du me lidh këtë çështje e këtyre hurmave, edhe kujdesit të një pjese të shtresave elitare sot për ushqimet bio. Na përpara, kur na kon fugara, kitë kena hangër ushqime bio. Pse i na kon fugara, veti kena prodhue. Edhe specin, edhe domaten, edhe pataten, edhe trangullin, edhe qepën, edhe specin, edhe këtë kena po vetë. Po edhe mishin e kena po vetë, se kena pas një vjeqë, kena pas një dele, kena pas një lopë. Po edhe tomën e kena po vetë. Po edhe gjatën e kena po vetë. Në kërë në konë fugara dhe në kushte primitive, ushqimin e kena pas bio. Edhe shëndetin e kena pas top form. Këti fashët e kuqe kena pas. Edhe s'kemi pas mundje, s'kemi pas dhimbje. Normalisht, na të mendu se kjo form e vjetër nuk na jep pasuri, du të me shiku në e pun tjetër, filloj punë e ndërtimtaris, zanateve, tregtis, edhe lam na, edhe bujësin edhe blektorin. Tham këtë zbim pare, me zanate, me ndërtimtari, me tregti, bëjmë pare, edhe për një me, dikush boni pare. Dikush me zanat, dikush me ndërtimtari, dikush me tregti, bënën pare. Edhe tash, kur banorët e vendbanimeve rreth e përqark qyteteve i panë qytetarët se me zanate bënën pare, me tregti bënën pare, ata i shitën tokat, i shitën kafsht, edhe bletën dyqanën në qarshi, edhe fillun me bo tregti, ose me umar me zanat. E tash metëm na pa prodhime vendore të bujqësisë edhe pa prodhime vendore të blektorisë. Mirë po ti, tash i ki bo kushtet e mira, ki pare, edhe ki kuptu se ushqimet industriale kanë probleme, kanë konservansa, kanë pesticide, kanë lloj-lloj preparatesh kimike që i përdorin për me përshpejtu rritjen, për me zmadhu rritjen, për me bëjnë ndërhyrje gjenetike në vetë farën e bimëve. Edhe tash lexon këtu atje se për këtyre ushqimeve të me ndërhyrje gjenetike, për shkak këtyre helmeve që përdoren, preparateve kimike, një pjesë e madhe atyre ushqimeve po lën pasoja negative. E tash gjendja ekonomike e ki thuhen tash lipi ushqime bio. Domthonë lipi spesa, lipi patligjana, domate, lipi patligjana, që themi na, domethënë patligjana zi. E kështu me radhë që janë mbjellë në një tokë pa pesticide, pa preparate kimike, pa helme, pa kur gjotë. Domethënë veç janë mbjellë dhe janë kultivuar dhe janë rrit pastërta. Është ushqimi i shëndetshëm,
i pandërhyr me këto elemente, domthonë produkte njerëzore për t'i përshpejtuar rritjen e tyre ose pjekjen e tyre ose kualitetin e tyre, janë pjesë e standardit ekonomik. Edhe këtu kur e përmend Allahu Xhelal në këtë ajet kuranor se keni lumeje, keni domthonë livade, keni fusha, keni korne, keni të mjellun, keni hurma, tregon se domthonë edhe këtë aspekt ata kanë qenë shumë mirë. Edhe sot njerëzit që kanë parë mundohen me ble ushqime shëndetësore të mira për me i siguru vetes jetë gjatësi, apo për me i siguru vetes shëndet të mirë në jetën që e ka. E na çka themi? E themi atë që është porosi bazike e Islamit. Do të jetojmë jetë natyrshme. Edhe të mos e përbuzim dhuntinë e Zotit. Dhe këtë ato që janë pjesë e zhvillimit natyrshme t'i respektojmë. Punën e fushave dhe tokave që e kemi. Se ato që ne ka dhënë Allahu Xhelal, edhe ajo që ka filluar me të njerëzimi është bazike, ajo nuk zëvendësohet. Andaj vend se na t'i bëjmë fushat tona lëndina, djerina, na duhet ato me rikthy e me ngjall. Edhe me mbjell me bereqetet e zakonshme në vendet tona, dhe nëpërmes tyre edhe me ushqy veten shëndetshëm, por edhe me pas prodhime të mjaftueshme për banorët e vendeve tona me tyra ata jetë shëndetshme. Edhe vendi jon ku jetojmë na, ky shtet Maqedonia, do të nuk ka mundësi me u zhvillu me industri të rëndë, sepse nuk ka parakushte, megjithëse ka disa zehe që është e theksuar në vendin tonë, mirë po, për shkak se është një vend i vogël, për shkak se s'ka kapacitet prodhimi edhe përpunimi, po edhe plasmani, ngelet do të sekondare. Mirë pa ajo që është bazike dhe që ka mundësi me zhvillu këtë shtet, është ajo që zakonisht jemi marrë me këto. Me bujqësi dhe me blegtori. Edhe nëse kthehet populli jon këtyve fushave të zakonshme të jetesës dhe mbijetesës, atëherë ka me pas edhe bollëk, por edhe domethënë gjëra të shëndetshme. Edhe këtë me qenë njëra prej pikave të zhvillimeve tona strategjike, ndesh si individ, ndesh si bashkëpunim i forcave të caktuara, ndesh si plan program zhvillimor i shtetit. Po sot do thot njëra prej problemeve bazike që është krizë në vazhdim e sipër është kriza e fondeve të kafshëve në vendet tona. Domethënë, të gjitha shtetet e Ballkanit kanë shumë më pak kafsh që u hahet mishi sesa që kanë nevojë ato. Fondi i kafshëve, që është i nevojshëm për të therrë dhe me ushqim të, është vazhdimisht në ramje e sipër. Me sa e shoh unë nuk kam statistikë, mirë, por me sa e shoh në produksionet tona, nuk ka asnjë prodhim vendor për shkak të mishit pulës. Unë me sa e shoh pe prodhimeve që shiten, nuk ka asnjë prodhim vendor të mishit përveç pulave gjalla që shiten. Ama prodhime përpunume të mishit pulës nuk di që ka prodhim vendor. Këtë janë prodhime do të jashtme që importojmë këtu na. Edhe normalisht kjo është problem, që është një ushqim i rregullt edhe standard në kuzhinat tona, në sofrat tona, mirë po, këtë ai mall vjen për jashtë. E si aty zhvillohet ajo pulë, si rritet, me çka ushqehet, si therrët, e si përgatitet një Allah e di. Një Allah e di. Unë s'jam duhet për rregulla fetare, tash jam duhet për rregulla të qytetërimit dhe civilizimit si shtete dhe i japin rëndësi këtyre momentumeve. Dhe për këtë arsye, na si musliman, kur lexojmë Kur'anin, duhet edhe këto segmente me nxjerr si porosi edhe me fillu me mendue jo mos si individ, po si komunitet, si shoqëri e cila nëpërmes punës që e bën mundohet me fitu kënaqësinë e Allahut fillimisht, pastaj me jetu një jetë shëndetshme për vetë dhe për tjerët. Për shembull, nëse nëpërmes një prodhimi që ti e bën e dëmton shoqërinë ku ti jeton, haram e ke me bëu atë prodhim. Për shembull, se ti e din, ju e dini tani kemi edhe shpesh na për lajme shohim se filan produkti është kthy pi Kroacie, është kthy pi Sloveni, është kthy pi Unionit Evropian për shkak se është konstatuar se brenda atyre prodhimeve, atyre pemëve, perimeve, ka domethënë elemente të ndaluara me ligjet
e Perëndia e Evropës. Ose është përdor pesticid i ndaluar, ose janë përdor preparate të tjera kimike që janë ndaluar. Edhe vaktin prap. Ti si bujk musliman, nëse e din se ato elemente që kemi përdor në kultivimin e një pemë o përimes që ti kemi nxjerrë në tregë dhe kemi shit, i bën dëm njeriu ti ki haram me përdor. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la darara wala dirar. Mos i bën dëm as vetes as tjetrit. Nëse din se me një ushqim kemi dëmtu dikan, ose shembull restorantet, ose do thot sendviçarët. Nëse din se me një ushqim kanë mundësi me dëmtue klienti, konsumatorin, dhe ai kanë ndaluar me shit atë ushqim. E këto janë rregulla fetare që ty ta bëjnë halal biznesin, ose ti nëpërmes dëshirës për me përshpejtue prodhimin edhe fitimin, i ka përcen këto rregulla dhe e bën atë biznes haram për ty. E këtë janë komponente që na si musliman duhet me pas parasysh, edhe në prizmën e kësaj na duhet me veprue që me qenë edhe mirë me Allahun dhul, po normalisht me qenë mirë edhe pastaj me rrethin edhe me shoqërinë. Kjo ishte këtë muhabet doli për punës së hurmave, si ushqim i shëndetshëm, edhe du me ashtu edhe një pjesë për shembull gjithë na përveç ushqimeve bio, kohën e fundit flasim edhe për ushqimet shëndetshme, edhe ushqime që domethënë nuk japin mundësin njeriut me pas mbi peshë obezitet. Ushqimet të zgjedhura. Edhe këtu te kultura e ushqimit, domethënë në vendet tona fatkeqësisht kemi mungesë të madhe të kulturës së ushqimit. Ushqimet e shëndetshme shumë pak i përdorim. Për tyre është hurma, se normalisht është pemë që nuk gjendet te na. Duhet me pruve prej larg, edhe normalisht kosti e hurmave është e shtrenjtë, për buxhetin tonë edhe është vështirë me konsumu vazhdimisht rregullisht. Po kemi na edhe produkte që janë vendore, mirë po pak i përdorim. Pra çka na mendoj se duhet edhe këtu ne me ngrit vetdijen, secili me fol, me këshill, me për shembull fëmijët e tonë nuk kanë as pemë as perime. Fëmijët e tonë domethënë ti më blej pemë, ngelen frigorifer apo kalben edhe askush i prek. Ama ti më pru për shembull një pako chipsa, ti e bjerë qëtash mas një satit, fshinjet e, zhbijet. Ose bjerë për shembull bombone plastikës, ose që thënë gumës, do si ti bish, mas 5 minuta e 15, 7 cent të shpia. Bjerë çokoladë njëjtë, më thonë. Çka do bjerë për ushqimeve artificiale, fëmijët e tonë i zhbin. Ti i bjerë sot, nesër sabah s'ka me të kurrë. Këti kanë hamur, gjithë natën, i njëni, dil njëni, hin njëni, kur të vend sabah, veç i shef një shanë e gjumë që brëllokë që i kanë lënë. Bjerë pemë, bjerë perime, si për... E kjo është, domethënë, është kulturë e gabume që instalohet te fëmijët e tonë, që paramendon, unë bashkë parëgjeve, ndoshta këtë mund, thash nëse sot na kena problem me fëmijët e tonë, me au përzi ushqimet artificiale me ato natyrale. Megjithëse edhe këto që janë natyrale janë një pjesë e tyre artificiale, po janë më të mira se ato që janë fëmijët e tonë. Paramendo kur ata fëmijët e tonë nesër të bëhen prindër dhe kanë fëmijë. Çfarë do hanë ata? Me këtë trend domodin faktikisht ka me qenë situata shumë e rëndë. Edhe ata njerëz që do ushqehen me si ushqime artificiale, pikpyetje sa kanë me pas ata forcë fizike për me jetu, jo për me bot diçka më të madhe. Edhe andaj edhe sot na për shembull dobësinë fizike që ka populli në rinia jon fatkeqësisht, me krahasu me tonën, me krahasu me prindërve tonë dallimi është shumë i madh. Na ka 5-60 vjet nuk dorëzohemi, mundohemi me bë aktivitet fizik, me marr pjesë në për, do thot, sfidat ndryshme. Fëmijët e tonë ka 15 vjet, ka 20 vjet, 30 vjet, pritojnë dy hapa mi bë. Edhe rinë shtriqët. Pa më do fëmija e vetë që ka të bojnë nesër. Edhe zoti mos e botë, po me konë një situatë e jashtëzakonshme, do të çka pritet për atyve të rive, edhe atyre të fëmijëve të atyre të rive, në këtë situatë të mungesës së zhvillimit fizik edhe mungesës së vullnetit për me bë aktivitet faktikisht, me marrë me diçka. Kur ta krahasojsh mungesën e aktivitetit fizik të fëmijëve tonë
me aktivitetin e madh fizik prindërve tonë, se edhe na jena konstitut në midis këtyve dhe atyve, ama ata për çdo ditë minimum 15 orë aktivitet fizik kanë pas, minimum. Për 24 orëve minimum 15 orë aktivitet fizik kanë pas. Çdo sen ka qenë me aktivitet fizik, çdo sen. Edhe sot për shembull që me marr mesataren e fëmijëve tonë, ai bëjnë 2 orë, as i bëjnë aktivitet fizik. Se çdo sen e kanë me kerr, e kanë me motocikletë, e kanë me trotinet tash. Edhe andaj u i tham porosi të rive, nëse doni me aletu vetes, vetëm me bicikletë. As trotinet, as motocikletë, as kerr. Bicikletë, nëse do pak më shpejt me shku. Se do me ecko. Sa është aktivitet fizik përsëri. Ama këto tjerat, këtë janë mekanizma për me ta letu ty, por realisht me të pasivizu. Edhe me dopsu në aspektin fizik. Do thotë, edhe ushqimi na duhet me u kujdes se çka ham, se të si është një fjalë e njohur, domethënë e hershme, kanë thonë trego çka han, tregoj kush je. Edhe kjo shumë është më rëndësi. Se pastaj ti do fillosh me hongër çdo send, dhe sa të mish me një standard ekonomik të lartë, pastaj do thush, ka dalë se s'ban me hongër çdo send, do të më zgjedhësh ka me hongër. Po ti pse duhesh me mri deri dikon kur pitash mundesh me selektu. S'duhet me kon sendi i shtrenjtë për me kon i mirë. Se alhamdulillah në vendin tonë Allah ka ushqime shumë të mira, shëndetshme. Po vetëm duhet me shëndru kulturë. Se përmenda pak më radh. Nëse më ngur ushqime artificiale me prodhime kimike, mësoj veten me ushqime të natyrshme, që vijnë pi tokave tona, pi bafqeve tona. Mirë po, dembelia i bën gjitha. Unë e maj men si sot në shumicën e shtëpive tona, në oboret që kena pas përpara, prindërit tonë, Allah i mëshiroft ata që kanë vdek, Allah i dhash ne të thënë që janë gjallë, e shvizonin një qosh bafqe, e mjellke një patligjan, e mjellke një spec, e mjellke një qep, e mjellke diçka. Normal çdo shtëpi jona ka pas, ka një pemë ose 2 ose 3, një kajsi, një kumbull, gjithsesi ka pas. Rosh dikon ka pas. Sot, domethënë, s'ka kur gjë. Edhe na jemi rritë me ato kujtime, dhe normalisht kërë përmenin fëmijëve tonë ata, fjala e parë që në ata, tjera koha janë konë ata. Është e vërtet tjera koha janë konë, mirë po ato kohra kanë ofru harmoni, kanë ofru lumturi, kanë ofru domethënë ushqim shëndetshëm. Kohrat e sotit që jeton fëmia jonë, me gjithë komoditin e madh që e ka, përsëri nuk është i lumtur. Përsëri i mungon shumë sen, i mungojnë shumë sene. Pse sepse qasja është abnormale. Edhe veç dojnë me ndryshu gjendjen pi një situatë një më të komplikume, ajo nuk përfundon si proces edhe vazhdimisht ngjelet pa kënaqësi. E normalisht mas paku e falenderojnë Allahun për të mirat që i kanë. Se mendojnë se masi këtë vota i ka duhet mi pasë edhe na. Kjo nuk është kusht. Andaj edhe nga kjo meselja e hurmave, deri edhe meselja e ushqimit shëndetshëm, dhe kjo është domethënë breng botnore tani, por na muslimanët e kemi marrë se para kemi disa ushqime që janë haram. Edhe këne me automatizëm na largon prej shumë ushqimeve të dëmshme, sikurse është puna e alkoolit, e puna e drogës, e puna e mëshirderit, e coftina kështu me radhë. Pastaj e kemi edhe pjesën e sasisë, domthonë që përmendon në për hadithe, me hongër më pak. E normalisht masën e kemi edhe një komponent që është gjithashtu shumë i rëndësishëm, është me fitu riskun me halal. Se edhe parja jote që ti e blen një ushqim, nëse është haram, ai ushqimi është halal, po parja jote është haram për shkak të parës tona, ai ushqimi halal mund me të bëjë dëm tyje. E me të bëjë smundje. Edhe kjo është element që na si musliman duhet me pas parasysh për me, domethënë e zhvillu jetën tonë në përputhje me udhëzimet kuranore. Shifni tash në një ajet disa komponente brenda ajetit i shndruam në problemet e mëdha dhe të përditshme që kemi në jetën tonë individuale, familjare dhe kolektive. E kështu kur ta lexojmë në Kur'anin vazhdimisht, atëherë Kur'ani me të vërtet ka marrit me na ndryshu neve në përgjithësi, edhe na me kon njerëz të ciklet tjetër për asaj që jemi sot. Komponente e dytë me të cilën gjithashtu dallohej populli Themud, ishte fuqia që ata me zhvillu jetën mbi tokë. Është një term që përdoret në Kur'an, istimar, është domethënë përdorim i të gjitha mekanizmave për me e zhvillu jetën mbi tokë.
Kuptimi I këtij termit dhe asaj që është përdorur pas në shekullin e 18 e 19 botë, ngjelet domosdoshmë për me sqaruar inshallah ta ndesë në ardhshëm, duke lutur Allahun vazhdimisht që Allahu të na e dijë të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto mësime dhe për të marrë të porosi, Allahu I madhëshëm inshallah gjithëve na bashkon në Xhennetul Firdaus, në shoqëritë e njeriut më të mirë, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.